nuk e di sa vjetë që dëgjoj Berat Buzhalën, që ankohet në gjitha postimet që ne të Kosovës, ne shqiptarët e Kosovës, thot, në Shqipëri, na e shesin gjërat më shtrenjtë, nuk na vlerësojnë sa duhet, nuk sillen siç sillemi ne me shqiptarët e Shqipërisë Kosovë. Tani Berat, 4 ministra keni nga shqiptarët e Kosovës. Shefen e shërbimit sekret e kemi nga Kosova. Drejtorin e portit Durrësit, dhe ti e di çfarë është porti Durrësit, e kemi nga Kosova. Ministrën e arsimit e kemi pas nga Kosova. Ministrën e punëve të jashtme e kemi pas nga Kosova. Kështu që Shqipëria edhe në nivelet larta i ka pas. Nuk po them pastaj që gjithandej kemi shqiptar të Kosovës në për televizione, në për vende pune. Tani mi numroti 4 nga Shqipëria që janë në Kosovë, në postet larta drejtuese. Nuk them që Kosova nuk e do Shqipërinë, po them që ne kemi pas gjëra më konkrete. Nuk e di se ti se ç'ditë sa që thua pëse Shqipëria i luan fiet dhe në Kosovë, po këtë ma gjejt është ti.